Me gjitha këto forumet qojnë përpara bashkëpunimin mes nesh, mesazhi kryesor që përcjellet mëse Kosova është faktor stabiliteti dhe bashkëpunimi në Ballkan. Kjo na sjell edhe te kjo konferencë. Të nderuar të pranishëm, Kosova ka nderin të jetë një koqire këtij takimi të vendeve të Ballkanit perëndimor. Është ky vazhdim i një procesi të përbashkët të iniciuar nga Gjermania me përkrajën e përfshirjen e drejtë për drejtë të Bashkimit Evropian, e që tani më po e quajmë procesi i Berlinit, e që do të vazhdojnë gjatë kushtit të këtij viti në vjetë. Në kuadër të këtij procesi, vendet e Ballkanit perëndimor janë zotuar se do të bashkëpunojnë që të rrisim investimet rajonale në infrastrukturë, energjetik, bujqësi dhe në fusha tjera të rëndësishme. Ideja është që rajoni të tërheqë investime që integrojnë dhe që lehtësojnë zhvillimin ekonomik, duke krijuar kushte për jetë më të mirë në prosperitet dhe dinjitet për të gjithë qytetarët e rajonit. Kemi arritur që si rajon të bëjmë hapat e parë drejtlijes më të mirë të vendeve tona, me autostrada dhe kurudha moderne, me porte e aeroporte që na bëjnë më efikas në bashkëpunim. Me investime të reja në infrastrukturë do të ndihmojmë zhvillimin ekonomik të vendeve tona, shkëmbimin më të mirë të prodhimeve tona, por dhe shkëmbimin ton me Evropën dhe me gjarë. Por rëndësia rrugëve që do të na lidhin nuk është vetëm ekonomike. Më rëndësishme është se rrugët ndihmojnë edhe komunikimin mes njerëzve dhe kulturave tona. Fatkeqësitë tona kanë lindur nga keqkuptime që kemi pasur për njëri tjetrin, nga paragjykimet për njëri tjetrin. Komunikimi më i mirë mes njerëzve dhe sjell shembjen e moreve mes popujve të Ballkanit. Kjo është arritura kryesore e kësaj konference sot. Është projekt i suksesshëm që sot e njohim si Bashkim Evropian, ka nisur me një projekt për bashkëpunim në sferën e infrastrukturës dhe energjetikës. Në këtë frymë, edhe rajoni i Ballkanit perëndimor nis me hapa më modest për të zhvilluar bashkëpunimin ekonomik, por me ambicie të mëdha për të jetuar si popujt e tjerë të Evropës në bashkëpunim dhe tolerancë. Kosova i ka vend e garantuar në familjen evropiane të shteteve demokratike. Kosova do të vazhdojë të jetë prisje e konsolidimit të paqes në Ballkan dhe hapjes së një faqe të re të pajtimit në Ballkanin perëndimor. Kjo konferencë sot në Prishtinë për neve është një hap me tutje në arritjen e këtij qëllimi të rëndësishëm për të ardhmen tonë, për të ardhmen e fëmijëve tonë.